Përplasja mes kreu të Bashkisë së Lezhës dhe kryetarit të Këshillit Bashkiak duket se do sjellë bllokimin e buxhetit vitit 2017. Ka qenë kryetari i Këshillit Bashkiak Gjok Ndoka, ai që ka kërcënuar me bojkot të gjitha projekt vendimeve që do të vinë për miratim nga ana e bashkisë, duke përjashtuar ndihmën ekonomike. Sipas tij, Bashkia ka zbatuar vetëm vendimet, të cilat i interesojnë, ndërsa të tjerat i ka bllokuar. Stacioni i autobusave dhe njohja kryetarëve të fshatrave, duke që janë edhe molla e sherrit mes dy titullarëve të këtyre institucioneve. Nuk frymos asë letër tjetër, pa të vullet e këpleshe, pas zbatu vendimet që janë marrë dhe nga zbatu, prikë stacionit autobusit, çdo vendimi edhe shkacen mbi stadium atje, nuk bëhet, mbledhja bëhet, vetëm për një ekonomike. Harroni asë s'kemi kalu. As buxhetin në ditë gjithë, mediat, shpërndajë ku doni, si doni, në as buxhet s'ka kalu. Shqiptarët nuk janë kukull ato, s'keni shef jo. Të harroni. Vetëm një ekonomike dhe njerëz nevojë të kalojnë këtu. Mendoj që kena një detyrim më shumë për sa i përket tyre qytetarëve, sepse jo krejt Lezhë ka nevojë për ndihmë ekonomike, pavarësisht se është, si më thonë, e nevojshme. Por unë kisha më kanë më shumë me ajo pika tjetër. Mbledhjet mi bë, por me bë oponencën, si më thonë, a ke parasysh. Ti ke këtë kredi, edhe përderisa ta kanallon këtë kredi, ti ke edhe këtë përgjegjësi. Jo vetëm fakti për shembull tash burra, u prishim unë kryetari bashkë edhe për atë tonë nuk do të kaloj më vetëm ndihmë ekonomike, se nuk më merr me se 100.000 banorë që ka Lezhë i atë tonë me ndihmë ekonomike. Gjithçka do bllokohet nëse nuk do vetë funksion ata që ne kemi miratuar dhe prefekti i ka firmos me dorë të vit. Gjok Ndoka, kryetari i Këshillit Bashkiak nga ana e Bashkisë Lezhë deri më tani nuk ka asnjë deklaratë nëse do të vijojë një taklim e tensionuar apo do të gjende gjuha mirëkuptimet me Këshillin Bashkiak që ka shumicën në Këshillin Bashkiak. Prezgjedhjes së tij si kryetari i Bashkisë Lezhë, Fran Frokaj nuk ka marrë pjesë asnjëherë të vetme në mbledhjet e Këshillit Bashkiak.